në dhuro dijet dobishme, në mundëso vepra të mira, e sa të jemi gjallë o Allah, në furnizo me furnizim të pastër dhe halal. O Allah o Zot në një me të vërtetën dhe në bëj pasues të vërtetës dhe në një me të kotën, të pa vërtetën dhe në largo prej saj, ja Rabbel Alemin. O Allah o Zot i gjithësisë, bëj e dijen që ne marrim dhe japim, argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh, ndërmjetësim për ne ditën e kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm se kush i vjen Allahut me zemër të pastër, shëndetshme dhe me vepra të mira, qofshim për këtyre njerëzve. Amin. Atëherë po fillojmë me pyetjet inshallah taala, ndërkohë që nëse vëllezërit ose motrat kanë pyetje, mund t'i drejtojnë duke ngritur dorën ose me shkrim. Thot, duke lexuar Kur'an, shoh se Zoti drejtohet ndonjëherë me veten e parë, numër 1, dhe ndonjëherë me veten e tretë. Dhe ndonjëherë me veten e parë numrin shumës. Si komentohet kjo dhe si interpretohet? Pra gjejmë në Kur'an që Zoti xhallal xhelalu Allahu flet në veten e parë. Dhe gjithë Kur'ani është në vetën e parë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawm din, kështu deri në fund. Gjejmë ndonjëherë që ai cilson Allahu tha. Kush është ky që flet? Kur thot në Kur'an Allahu tha, ai që flet kush është? Allahu. Po pse flet me Allahu tha? Është formë e retorikës, formë e ligjërimit në gjuhën arabe, që kur dikush i jep vlerë, do të tërheqë vëmendjen, nuk thot unë them. Po thot për veten e vet, për shembull, në gjuhën arabe funksionon kjo. Për shembull, unë mund të them në gjuhën arabe, Ahmet Kalaja ka thonë kështu. Unë jam duke fol vet. Pra funksionon, është në gjuhën arabe. Dhe ndonjëherë flet në veten e tretë. Ne krijuam që ne zbritëm Kur'anin. Zoti flet në gjuhën e parë të numrit shumës. Dhe kjo është në gjuhën arabe gjithashtu. Kur dikush do të lartësoj dhe madhëroj veten e tij, nuk thot unë, po thot ne. Pra për këtë arsye, Zoti në Kur'an çfarë ka thënë? E zbritëm Kur'anin në arabisht që të kuptohet në çdo detaj. Pra njohja e gjuhës arabe është kusht për kuptimin fiks të Kur'anit. Sepse ka shprehje frazologjike, ka retorik, ka shprehje me kuptim të ndërsjellët, me kuptim të drejtë për drejtë, të gjitha mbështeten në gjuhën e pastër arabe. Kështu që nuk ka këtu asnjë lloj përplasje, nuk ka asnjë lloj përplasje. Ose Zoti për shembull rrëfen historinë e profetëve. Ibrahimi tha, kush është ky që po flet? Allahu. Po Allahu po flet për Ibrahimin alayhis salam. Një gjë duhet kemi parasysh, që duhet ta qetësojmë mendjen me këtë që po them. Kur'ani ka zbrit në një kohë kur gjuha arabe ka qenë në kulminacionin e vet. Mbas kësaj kohe ka funksionuar dhe 150 vjet nëpër qytete, 300 vjet nëpër fshatra. Mbas 150 vjetësh nëpër qytete ka filluar rënja, edhe sot e kësaj dite, e fuqisë, gjuhës arabe, dhe 300 vjet nëpër fshatra dhe zona, le të themi, malore, ka filluar të bjeri. Pra, për këtë arsye arabët sot, kur argumentohen për poezitë e tyre, kur argumentohen për shprehjet e tyre, kur flasin për argumentet e gramatikës, sintaksës, morfologjisë, ku argumentohen? Argumentohen viti 150 e lartë në qytete, 300 e lartë në fshatra. Në moment që dikush në gjuhën arabe thot diçka dhe nuk gjen dot argument nga viti 150 e lartë në qytete ose nga viti 300 e lartë në fshatra, fjala e tij nuk merret për bazë. Kur'ani ka zbrit para 150-shës. Kështu që Kur'ani konsiderohet gjuhë e pastër arabe, për këtë arsye çdo libër që, shkruhet në shkencat e gjuhës arabe, referohen ata në Kur'an. Madje edhe krishterët kur bëjnë libra në gjuhën arabe, referohen në Kur'an. Pse? Se është brenda 150 vjeçarit parë. Për këtë arsye, po të ishin këto problematika, le të themi të sakta qoftë edhe 2%, do t'i ngrinin kush? Njerëzit asaj kohe.
Or Muhammed, do I thoshin, sallallahu alaihi wasallam. Apo thotë që Kurani është arabisht, po kjo gjuhë çfarë është? Me çfarë gjuhë po na flet kështu? Gjë që do të thotë ata, domethënë nuk kanë pas asnjëherë diskutim. Domethënë saktësinë e të shprehur. Thjesht ne duhet dim se kjo gjë është e gjuhës arabe. Ndoshta shqip tingëllon ose nuk tingëllon. Po kjo s'do të thotë që nuk është në origjinal, është okay. Për këtë arsye, kjo lloj problematike nuk është diskutuar ndonjëherë. Nuk është diskutuar ndonjëherë sepse konsiderohet diçka e ditur edhe e njohur në gjuhën arabe. Po. Po. Atëherë për sa i përket shpejtësisë makinës, nëse njeriu i jep përtej limitit ligjor, për shembull këtu është me 120, këtu është me 130, këtu është me 60, këtu është me 80, dhe nëse ndodh aksidenti, thot vllai, a quhet vetvrasje? Kjo është pyetja. Nuk është vetvrasje. Pavarësisht se nuk bën, por nuk quhet vetvrasje, sepse që quhet vetvrasje duhet qëllimi për të vrarë veten. Këtu pavarësisht se është gabimi, por nuk është qëllimi. Kështu që nuk quhet vetvrasje dhe ai që ka thënë se është vetvrasje ka gabim, pavarësisht se mund të jetë dikush prej dietarëve. Po, është gabim, sepse që të quhet diçka vetvrasje duhet të qëllimi. Ai që i dha shpejt makinës, ai e ka pas për adrenalin, e ka pas për kënaqësi, e ka pas për të shkuar shpejt, e ka pas se e ka marr Inshallah është për dëshmorëve, sepse futet ke përplasja. A është e vërtet që është hadith, nëse e thua këtë dua 3 herë, Zoti na i fal gjitha mëkatet. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum me që faktikisht kjo mund të jetë në anglisht kështu e shkruar, po në shqip artikulohet Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku shpendohet me këtë formulë, jo 3 herë, s'ka lidhje, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, 10 herë, ku shpendohet me këtë formulë, Zoti ja fal gjunahet edhe nëse është tërheq nga fusha e betejës. Edhe nëse është tërhequr nga fusha e betejës. Kështu që është e saktë, por nuk është kusht thuhet 3 herë siç është bërë pyetja. Edhe keni kujdes me këto duat që janë në gjuhën angleze, sepse ai në anglisht e shkruan qayyum. Ajo faktikisht është el qayyum me k. Për këtë arsye nganjëherë, domethënë mund të ketë keq lexim. A është e vërtet se ka lidhje hurdha thot ky, edhe hudhra i thot, ka dy lexime. Hurdha dhe hudhra. Me synin e keq asnjë lidhje nuk ka fare, hiç. Vetëm në gojdhënat dhe në prallat tona ka lidhje, por ndryshe me fe dhe me besim është besytni dhe nuk ka asnjë lloj lidhje. Dhe kjo pyetje është bërë disa herë pa hajër inshallah. Unë punoj por djersitëm shumë ditën e xhuma, shkojnë nga puna në shtëpi, pastrohem dhe nisem për xhuma. A pranohet xhumaja vetëm me abdes nëse nuk më del koha për t'u larë? Po pranohet, ne kemi thënë që pranohet, por më e mirë është që njeriu të lahet ditën e xhuma, është sunet me u la ditën e xhuma, por nëse nuk del koha, nuk janë kushtet, nuk janë gjërat, nuk ka problem, xhumaja është e saktë. Për shkak të hadithit që tha, kush lahet ditën e xhuma ka bërë më të mirën, e kush merr abdes, abdesi mjafton. Ky hadith nënkupton që edhe abdesi mjafton për ditë xhumaje. A është keq të bësh dush natën? S'ka lidhje fare me fenë e Zotit kjo punë. Bëj natën, ditën, mjesë, drejt, darkë, kur të doj shpirti jote, zemra jote. S'ka lidhje fare. Borri im nuk është bërë sunet, ndërsa unë falem. A është gjuna për mua që falem? Po çfarë lidhje ka?
Ti mund thojsh a është gjuna, ai muhabeti tjetër, po jo, e fal me jote. Çfarë lidhje ka e fal me jote? E rëndësishme asnjë gjë nuk është gjuna. Bërja sunet është vajib, pra është detyrë për muslimanin, mashkull. Por nëse dikush nuk është bërë, kjo nuk do të thotë se s'është musliman dhe kjo nuk do të thotë që ka probleme tjera. Thjesht nuk është bërë sunet, kaq. Stresit zero. Edhe është mirë që të bëhet sunet, pra të bëhet sunet. Ose kur vajza martohet dhe nuk e dëshiron pasurinë e babait të saj, a i ikën përgjegjësia e babait që nuk i dha vajzës pasurinë? Jo. Pra nuk ka përgjegjësi baba nëse vajza thotë jo, unë nuk dua për pasurisë. Nuk ka asnjë lloj përgjegjësi babai, nëse nuk i lën përderisa ajo thotë unë nuk dua për pasurisë babës. Gjithë problemi është kur nuk i japin vajzës se thonë e ka ke burri. Ky është maskarallik. S'ka lidhje as me fe, as me tradit, as me burrni, as me zakon, as me normalitet. Vajzës i takon haku i vet. Vajzës i takon haku i vet. Kam një shoqe të ngushtë e cila do të martohet në Maqedoni, mirë po prindrit nuk e japin atje sepse thonë nuk e njohin familjen e djalit. Dhe është problem largësia. Nuk e njohin familjen e djalit, shkoni pyetni. Ku jeton ai? Në Hasanbeg? Ku jeton? Në Tetov? Ku jeton? Në Shkup? Ku jeton? Në Dibër të Madhe? Shkoni në Kumanov, në Haraçin. Ku jeton ai robi? Shkoni pyesni se njohin familjen. Thuti që jetojnë në Kanada apo në Amerikë, s'morim do të vizë. Shkon njeriu, pyet, interesohet, s'njohin familjen, është larg. Po pse është larg? Pse që e ka larg? 3 orë Shkupi larg. Pse që e ka larg? Pse është larg? S'ka arsye, nuk është e drejtë. Kjo lloj ndalese nuk është e drejtë. S'ka të drejtë prindi me ndalu me arsye se nuk njohin familjen. Po çfarë je prindi? Për çfarë je ti kujdestar? S'njohin familjen. Dil pra, lëviz, jetë martu gocën. Shko, pyet, interesohu, kush është, çfarë janë, ku jetojnë këta njerëz. Është larg. S'është larg përderisa goca se ka problem. Pra i bëhet padrejtësi e madhe gocave në këto lloj situatash. Edhe çunave. S'ngjan baba që çunit martohet se ku dëgjon, muhabet e koti. Në të dyja raste prindit ngarkohen me gjuna. Përderisa është në rregull me fen, me besimin e vet, përderisa është në rregull me edukatën, me sjelljen dhe me moralin, përderisa punon dhe është i sakt fizikisht dhe mendërisht, ku është problemi? Hajde inshallah, Zoti e boft mirë. Kam dëgjuar tek thonë, këto i pas kemi nga jugu. Kam dëgjuar tek thonë ëndrat e mëngjesit janë prej shejtanit. Jo, s'ka kështu gjë në Islam. S'ka lidhje. Nuk ekziston. Djali im është 6 muaj dhe unë jam e prekur prej magjisë. Mirë po kam lexuar në përfaqe që nëse nëna 6 zanis ka qenë me magji, automatikisht është dhe fëmia. Jo, mos i ngjoni këto muhabetet e faqeve, këto shkrimet që bëhen në përfaqe të pa rekomanduara, mos i merrni për bazë. Mos i merrni për bazë, nuk ka lidhje fare. Një miku im ka shkuar tek mali Tomori dhe ka bërë kurban atje dhe donte të më jepte mua një pjesë nga kurbani i thërur atje. A lejohet ta pranoj? Pasi unë nuk e pranova, shumë mirë e bër, nuk lejohet. Kurbani me të cilin i bëhet shok Zotit, nuk lejohet që ne muslimanët ta pranojmë. Absolutisht nuk lejohet dhe ke bërë shumë mirë që nuk e ke pranuar. Nuk na lejohet neve muslimanët të konsumojmë nga ai lloj kurbani. Argumenti është i qartë në Kur'an, bëje kurbanin për Allahun. Momentin që e bëre për Abazin e Aliut, mori fund historia e këtij kurbani.
Kemi një shqetësim familjar, nusja Xhaxhait është e smur për xhinë dhe ajo është vizituar tek hoxhallar xhinxhi, pra hoxhallar që merren me xhin. Dhe disa herë e kemi parë duke ndezur zjarr natën vonë. Ajo akuzon hallën time si porosice të sihrit, së bashku me vajzën e hallës, ndërsa nëna ime me babain bashkëpunëtor. Bile më parë ka thënë se edhe nëna plak, pra gjyshja, këtyre që ka ndruar jetë, ka bërë sihr. Argumenti i saj vetëm është parafytyrimi që i shfaqet kur e ka plon smundja. Po xhinët mashtrojnë. Pse i shfaqet si imazh figura e dikujt nuk do të thotë. Edhe nëse thot ta ka bërë filani, prap nuk merret për argument. Nuk merret për argument, sepse shejtant lozin me këto gjëra, lozin shumë me këto gjëra që të fusin përçarje në për familje dhe të ftohin raportet e gjakut. Zoti thot në Kur'an: "O Adem, ti dhe bashkëshortja juaj do të banonin në xhenet dhe do hani lirisht nga frutat e tij, por mos i afroni kësaj peme e tjerë." Pastaj siç e dim, ato u afruan asaj peme dhe u mashtruan nga djalli. Pyetja është se çfarë bënte djalli në xhenet? A nuk e nxorri Zoti nga xheneti pse ai nuk i bin Zotit me ranë sejdë Ademit alayhis salam, shenjë respekti? Kush tha që u fut në xhenet djalli? Kush tha që u fut në xhenet? Që shejtani ose djalli t'i fliste Ademit, nuk ishte kusht ishte mrena, mund t'i fliste edhe nga jashtë apo jo? Net këtu tani mund të rasti dikush, "O xhe", nga jashtë. Mund të morin telefon, vjen mesazhi këtu. Pa u taku. Tani që ka wireless, tani që ka WhatsApp, kjo pyetje është, tani që ka internet, kjo pyetje është jashtë kontekstit. Atakojnë dy njerëz në Zoom sot, flasin me kamera. Të ishte bo kjo pyetje para 500 vjeç, do të thoshin vallaj pyetje me vend në burra. Si ka mundësi që iblisi i foli ndërkohë që Zoti kishte qit jashtë? Kjo është përgjigjja e parë. Kjo është përgjigje logjike. Përgjigjja e dytë, Allahu xhël xhelalu ja ka dhënë mundësinë iblisit që të shkojë llafja e tij dhe ndikimi i tij dhe mesazhi i tij tek Ademi alayhis salam. Sprov, pra, sprov. Kështu që stresi zero. Jam njohur me një vajzë prej 6 vitesh dhe jemi të fejuar, mirë po ajo nuk ka qef me net me prindrit e mi. Derisa erdhi një fazë që thotë, o të ikim në vete dhe të jetojmë në vete, ose unë nuk jetoj me ta, pa me prindrit. Kurse unë thotë jam djali vetëm dhe nuk mund të lej nënën time, e cila më ka rrit me shumë vështirësi. Të vazhdoj kjo goca jetën e vetë. Inshallah gjen në i çun jetim, e në të vazhdoj jetën e vetë. Ti rri me prindrit e tuaj, me nonën, që pas ke vetëm nonë, po. Kështu që kjo le të vazhdoj jetën e vetë. Ajo vajzë që të vend kusht, të ikësh nga shtëpia, ose të lesh nonën vetëm, ajo nuk është gocë për të çuar jetën me të. Nuk ka bekim të Allahut në atë femër. Kështu që bu'den, larg e më larg. Më mirë me jetu beqar se sa me kështu lloj rrace njerëzish. Jam i smur në këtë kohë dhe a mund t'i bashkoj të shkurtoj namazet? Jo, shkurtim namazi nuk ka. Shkurtim namazi nuk ka, bashkim po. I lejohet smurit që të bashkoj drekët me ikindin në kohën e njërës prej tyre, akshamin me yatsin në kohën e njërës prej tyre. Ndërsa shkurtim jo, shkurtim nuk ekziston. Për venaliun gjithmonë flas, jo për udhëtarin, se udhëtari është më bet tjetër. Nëse bëjmë dua dhe i frymë duarve dhe prekim fytyrën dhe krahët, a është kjo bidat? Bidat është. Deri ke fytyra ka mendim dietarësh, ama më fërku dhe trupin s'ka argument. Bidat.
A lejohet të festohet fëmijës dalja e dhëmbit të parë? Kishin gjunë e herë këtë? Unë për veten time hera parë që e ngjoj. A lejohet të festohet fëmijës dalja e dhëmbit të parë? Jo, nuk lejohet sepse nuk është normale. Nuk është në festat e ligjëruar në Islam. A është mëkat nëse mendojmë një dëshirë kur shohim duke rënë një yll? Po, mëkat është, sepse është një lloj paganizmi, një lloj idhujtarie. Mendimi se kur bjer ylli mund plotësohet duaja dhe lutja, është një gjë për të cilën nuk ka argument. A është e vërtetë se Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë kur humb xhelozia ka humbur dashuria? Jo, s'është e vërtetë që ta ketë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e vërtetë. Është një grua 46 vjeç, më ka shkruar që këndon Kur'an dhe parashikon fatin me Kur'an. A ta besoj? Jo, se del prej feje. Nëse e beson, del nga Islami. Edhe nëse thotë unë këndoj Kur'an dhe ta parashikoj fatin me Kur'an, është mashtruese, është sihirbaz, është magjistare, është sharlatane, argate e drejgjit. E kanë zaptuar xhinë dhe shejtant edhe ajo loz me njerëzit. Mirë po hosh, ajo thot nuk marr lek, vetëm kur m'japin vetë, pika e dobët. S'merr lek, jo. Po i dhe, sa të lejmë zemër. Pika e dobët që kemi ne. Po çfarë lidhje ka? Nuk ka lidhje. Merr lek, s'merr lek, nuk ka lidhje. Nëse unë për vitin 2023 kisha 10.000 euro dhe e dhash zekatin 2.5%, do të thot 250 euro dhe kam 9.750 euro. Dhe vitin 2024 kam kursyer këtë 9.750 euro. Tani kur vi viti, a duhet t'jap prap 2.5% për 9.750 apo mjafton që kam dhënë herën e parë? Jo, nuk mjafton. Duhet të dhënë prap. Po mirë, vitin tjetër, prap. Po vitin tjetër, prap. 2.5%, 2.5%. Po miku legu 2.5%, futën punë. Blej makinë, blej taksi, puno, shofer taksie, që mos tiki lekun zekat. Mos tiki lekun zekat. S'ka lidhje. Çdo vit ta zuni kuotën 2.5%. Çfarë do thot kur në ëndër e shikon emrin e Allahut? Unë nuk komentoj ëndra, po mirë, është gjë e mirë, do të më u fal më shumë. Nëse fal farzet dhe sunetet, shto dhe namazin e natës. Nëse fal farzet dhe sunetet dhe namazin e natës, shto dhe namazin e duhas. Nëse i fal namazin farzet, sunetet dhe namazin e duhas dhe namazin e natës, shto dhe namazin 2 rekat mas abdesit. Nëse i bën këto, atëherë shto edhe 2 rekat mas 2 suneteve të drekës. Nëse i bën edhe këto, bën edhe 2 sunet para akşamit. Nëse i bën edhe këto, agjëro 3 ditë në çdo muaj. Nëse e bën këtë, shtot hanë dhe të njëjtën. Nëse e bën këtë, bëj e ditë, apo çfarë lidhje ka pa emrin e Allahut. S'ka lidhje. E rëndësishme shto adhurimet, me që e ke pa emrin e Allahut, shto adhurimet. A është e vërtetë që kush vdes ditën e xumat, ditën e premte është banor i xhenetit? Hadithi thot kush vdes ditën e xumat ose natën e xumat e ruan Zoti nga dënimi i varrit. Kështu thot teksti. Nëse jetojmë në një fshat ku të gjithë praktikojnë mëdhëbin Hanefi dhe nuk praktikojnë tekbirat, pra nuk i ngrenë duart vetëm se herën e parë, a është më mirë të falemi si të gjithë ata? Po falu si ata që mos ketë përçarje, mos ketë llafe, mos ketë akuza. Përveç se nëse fillon hapet syneti, okay. Ama nëse kjo e falmja me tekbire çon në debate, çon në akuza, më mirë mos e bëj. E kemi përmend në javën e kaluar arsyeën. E di që përgojimi është i ndaluar haram, po kur lejohet? Lejohet kur është bërë padrejtësi, kur shkohet në gjykat, kur ti këshillohesh, kur e bën për ta prezantuar dikë që se njohin ata dhe i thu një cilësi të atij personi,
kur do të bësh një konsulencë, ka raste që lejohet pra kur ka justifikim, për ndryshe nuk bën. Emrat Majlea dhe Malea, se di. E rëndësishme, ne kemi thonë për emrat, nëse kanë kuptim të mirë, lejohen. Nëse kanë kuptim, ku dëgjon, s'lejohen, varet. Çfarë kuptimi kanë, unë nuk e di, këto dy emra nuk e di çfarë do thonë. Çfarë do thotë kur gjejmë lek me gjak në kulet? Po mund të ketë qelluar burr? Mund të ketë qelluar. Stresit zero dhe mos e bëjmë fiksim. Bleje, ka qellu, s'ka si problem. Bjerri është smur para 3 vitesh për infarktit, por tash tani domethënë është në situatë të mirë. A kam gjuna nëse i fol që nevojën e madhe dhe nevojën e vogël ta bëj vetë, para mos ketë nevojë për ta shoqëruar unë? Ta bëj vetë si çeço, pse do të shkosh ti mbrapa? Ose ti shkoj çuni. Ti shkoj çuni. Kur dali babi në banjë, ti shkoj çuni mbrapa, pse do të shkosh ti? Përderisa është mirë, s'është normale kjo gjë. Sot namaz në akşamit harrova dhe fala 4 rekate, kur mbarova u kujtova që kisha bërë 4. Në këto raste, më njëherë kur kujtohesh, bëj tekbir, Allahu Akbar, bëj 2 sejdë ip selam. Sepse ke bërë shtesë në namaz. Përveç se nëse ka kalu kohë e gjatë, pra nëse ti për shembull je aty në vend, ama nëse ti ke dalë nga xhamia, ke ik e ku dëgjon etj, atë është mohabet tjetër. Ka rënë, ka ik. Ama nëse je aty, Allahu Akbar, 2 sejdë, Selamu alaikum wa rahmatullah, Selamu alaikum wa rahmatullah. Një pyetje për pyetje përgjigje e pasën debatin me njëri tjetrin me sa duhet. A do thotë i bindesh burrit tënd ti thuash po çdo urdhër kërkesë të tij, për shembull ai më bën presion psikologjik që unë të vendos mbulesën dhe faktikisht unë e vendos. A quhet kjo bindje ndaj burrit? A ka drejt burrit komandoj jetën e gruas? Një muslimane, besimtare e mirë duhet jetë e lumtur, që i shëllon një burr që i thot afro me Allahun, që i qëllon një burr që thot du të jemi bashkë në xhenet, që i qëllon një burr që thot nuk du që gryja ime dhe nana e fëmijëve të mi të ngarkohet me gjuna. Këtij lloj burri është për t'ia larë këmbët me ujë e për t'ia pirë ujin e këmbëve. Burri nuk po thot xhvishu, burri nuk po thot mos fal namaz, burri nuk po thot hajde të ikim në përdasma, burri nuk po thot piraki, burri nuk po thot ha mishderi, siç ndodh në raste të tjera, burri po thot o gru, duhet vej shamin. Atëherë ti motra ime ke obligim 2 herë. Një obligim e ke prej Zotit, se ka thonë Allahu në Kur'an, që femra muslimane mbulohet, dhe obligimi i dytë është se po ta thot dhe burri, pra të bosha mia 2 herë obligim. E ndjej se ndjej, po pse unë po e bëj prej atij, s'ka lidhje fare. Çfarë thot rregulla që ne kemi marrë? Çfarë kemi thonë një rregull për këtë mesele? Kush e kujton, Kleoni do të japi një dhuratë fort fare. Kemi thonë një rregull për këtë lloj tematike. Thot rregulla, në lënien e haramit nuk është kusht niyeti. Edhe herë, në lënien e një harami nuk është kusht niyeti. Pra dikush nuk pi uraki pasi i ertur për njerëzve, jo për hatër të Zotit. Ky dënohet pse s'pi uraki? Se s'ka pi në fund fare, s'ka pi. E qartë. Një femër muslimane nuk doli e zhveshur, jo për hatër të Zotit, po e çmeni burri, po i muhabet, po i muhabet, po i muhabet, po i muhabet, po i muhabet. Edhe fol përfundimisht vendosi që mos dali e zhveshur, mos ta bëj këtë haram. Bën mëkat,
S'po nuk ka në rregull është kjo. Në lënien e haramit nuk është kusht njeti, po në bërjen e obligimit e adhurimit është kusht njeti. Po dikush më thot, po Zoti e ka urdhëruar në Kur'an. E vërtet është. Kjo ka dy kahe, hijabi ka dy kahe. Është obligim, hijabi, po është haram zhveshja. Kështu që ti, për mendimin tim, motër e dashur, boje për adër të Zotit, kënaq Allahun, edhe pse ndoshta nuk të shijon, edhe pse ndoshta nuk të duket fort komode, edhe pse ndoshta duket vape mode, e të gjitha janë të u zhveshë, unë shkoj në kahun e kundër të rrymës, unë shkoj të u vesh, e bota po civilizohet dhe unë po shkoj mbrapa. S'ka problem. Po unë nuk e ndjej se s'ka problem, edhe po nuk e ndjeve. E rëndësishme është mos bësh këtë haramin e madh, që është me dal e zhvesh. Kjo është e rëndësishme. E ndjen se ndjen, ma tha për ditë, ma tha për natë, kam prej burrit, se kam prej burrit. Ky është burr, mashallah, pasha Zotin. Ky që e ka Habib që e ka ky burri. Ky që e ka shpirt njeriu që e ka ky burri, që do që ti të mbulohesh e mos dënohesh. Ky do që ti të mbulohesh e mos të udhëheqë shejtani. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, nëse gryra del e zhveshur nga shtëpia e saj, e drejton shejtanin. Kështu ka thënë pejgamberi. Po shumë e vështirë kjo, se çfarë do të thotë kjo, pse këto gratë, o zotni, mos më bë krahasimin. Ka gra që janë shumë të mira edhe pse janë të mbuluar, s'ka lidhje kjo punë. Ne po themi hadithi thotë kështu. Po ka ca gratë që janë të mbuluar, po, e vërtet është për çfarë lidhje ka. Ne po themi pejgamberi sa më ka thënë, nëse gryra del nga shtëpia e vet, e zbuluar, e drejton shejtanin. Tek dikush ky drejtimi i shejtanit jep efekte dhe shkatrohet shoqëria, dhe tek dikush tjetër nuk jep efekte, se mund të ketë namaz, edhe pse është e zbuluar, mund të jetë shumë e devotshme, e përkushtuar, mund të ketë vepra të mira që ky efekti i shejtanit nuk i bën punë. Okej. Po ne nuk e hedhim dot hadithin poshtë, as nuk e mohim dot hadithin. Apo jo, hadithi është i saktë. Sa e ka efektin është muhabet tjetër. Sa e ka efektin është muhabet tjetër. Po, nëse kemi një pyetje tjetër, ndërkohë që po shohim pyetjet. Mami më ka treguar që kur kemi qenë të vegjël dhe kena pas hajmalia, po nuk i kemi mbajt. Ndoshta vetëm kur kemi qenë fëmijë, si thon këto, dhe për mbrojtjen atë kohë, tani i kemi ende në shtëpi. Digjini. Më e mira do të ishte që të merrni një enë me ujë të kënduar, t'i hapni aty mrena, nëse i hudhni diçka tjetër këtij ujit të kënduar, siç është uthulla kripa, okay, nëse s'keni s'ka problem, i hapni aty mrena, i leni për një kohë derisa të ikë shkrimi i nuskës, i hajmalis. Pastaj e derdhni ujin, nuk ka problem. Ku e derdhni, nuk ka problem fare, sepse i ka hik efekti, dhe këto letrat i digjni bashkë me ato copat e dyllit që i kanë shtjell ato. Mamit i kanë bërë një zhivë të kuqe për ta mbrojtur. A se kanë bajt asnjëherë në shtëpi. Po këtë si ta asgjësojmë, e njëjta gjë. E njëjta gjë bëhet me këtë, ose edhe digjet drejt, futen zjarr edhe bën paf ajo ikën. A mundet femra kur është me ato të lexoj dua? Po, mundet. Edhe më shumë se sa duat. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Vjerri më thot i ke fut gjellës helm. Thuj vjerit pa hajun për para, hajet i për para. Thuj po vdisha unë, ke për të vdek në ti. Ka rob të shmen që më bo. Rob të shmen sa dush. Emri Mert. A lejohet, po mërse ka ta ajo telenovela. Mert. Mert që kuptimi ka? Që kuptimi ka nga turqishtja? Mert. A? Trim, lejohet. Aman, vetëm trima më u bo.
jam e martuar dhe prindrit më përzihen në çdo gjë, sidomos baba më lëshon këtë familjen kundra edhe pse jam e martuar. Mylli veshët edhe mos e ngjo babën, ngjo vetëm burrin. Babës thuj selam aleikum, aleikum selam, ke drejt thuj për çdo gjë. Smur, edhe ky i smur, po ka krau tjetër. Ati ishte i smur vjerri, thotë më ke fut helm, këto është i smur baba, do me komandu gocën mas martesës. Është bo pishmon baba, pse e ka martu. I kam mundësi që ta jap zekatin e florit që e kam dhurat nga familja e burrit. Zekatin a mund të jap burrit tim dhe a kam drejt burrit ti propozoj që me parat të paguaj borxhin ose të investoj në biznesin familjar që sapo e kemi filluar? Apo burri gëzon të drejtën të bëj me parat çfarë të doj? Nëse burri është fukara, i maru fare, lejohet me ato zekatin e florinit burrit. Po burri që ka tu hap biznes, ti thu të jap burrit. I Zoti më dho, Zot në hep sabër. Për emrin Arisa, varet çfarë kuptimi ka. Nëse ka kuptimin e mirë, lejohet, nuk ka problem. Varet nga kuptimi. O Allah na falë, Zot më shëro. A është e mundur që një xhin për shembull të futet në trupin e macës, sepse kam një macë që e mbaj në shtëpi para 3 ditë, ka pas një shqetësim shumë të madh, ka vapruar në shtëpi rreth 1 orë, nuk u ndal. Tani kemi 4 ditë, nga ajo kemi frikë të madhe për saj. Po çojeni këtij ke spitali. Kanë hap spital tani, kanë bos spitali i kafshëve. Çojeni ke spitali atë se mund t'i ketë atencionit shkretës. E kom prej një gishtë dhe kam ngjit një dorëz në dorë, a bën me marr avdes për mbi dorëz, pra mund të fërkoj mbi fashon, A duhet filloj namazin kur gruaja gjatë kohës së leonis nuk ka pas gjakderdhje 4-5 ditë pavarësisht ditëve? Femra e fillon namazin mbas leonis pas pastrimit. Çdo femër ka një formë pastrimi. Dikush me sekrecion të bardhë, dikush me sekrecion të verdhë, dikush pa sekrecione. Çdo femër e kupton. Në momentin që pastrohet, sipas, se më thon, mënyrës së saj të pastrimit fillon namazin edhe nëse është 4-5 ditë, s'ka lidhje me ditë. Në mendimin më të saktë dietarëve, se ka një mendim që thot 40 ditë, ka një mendim që thot më shumë apo më pak, po e saktë është në momentin që u pastru, fillon namazin dhe agjërimin. Po mirë, ato namazet thot që i ka fal kur ishte në kohën e gjakderdhjes, a duhet i përsërisi kaza? Jo. Vetëm Ramazani përsëritet. Si çfarë bukurie ka Islami, subhanallahu. Ku ka argument bëhet, kur s'ka argument zbohet. Për Ramazanin ka ardhur argumenti që duhet bëhen ditët, bëhen. Për namazin s'ka argument që përsëritet namazet, s'bëhet. Subhanallah. Emri Jena dhe Jada, varet nga kuptimi, nëse e kanë kuptimin e mirë, lejohet, nëse nuk e kanë kuptimin e mirë, nuk lejohet. Jo ndjek me shumë kënaqësi, faleminderit, Zotit të rujt. Po maca, mund të marrë në shtëpi, po si jo, mund të marrësh pa problem fare. Jam agjib, po më dhim të fyti dhe e bëra me propolis. A më është prishur agjërimi? Nëse ka shku poshtë, pa dyshim që është prishur. Nëse ka ngri propolisi aty, edhe ka ne deri në akşam stop, atëherë nuk është prish. Pa dyshim që është prish.
kam gjetur një letër në cilin kishte shkrim të pakuptueshëm edhe fije floku e kështu. Digje. Çfarë gjëja është dyshim dhe i flakën. Kur kam qenë i vogël, shpesh herë më ndodhte që natën kur flia më vinte si diçka e fuqishme tek unë pa horizonte gjithë trupin. Po, kjo është dihet me fjalë që është një lloj ngacmimi. Për këtë arsye duhet që para gjumit me i bë ato që duan bërë çokat kur i themi ne, duhet me bë dhikrin, edhe duhet me thonë 100 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir. Me fërku trupin me 3 surat e fundit, edhe s'ka gjë. Kena bo bashqe në borë, bashqe, që e ka një dialekt, bashqe. Para 3 ditëve kur shkum, dikush kishe vendos 2 skalpera në fillim bashqes. Qenë skalperat? Kush në e përkthen? Skalpera që do thot? Dordolec? Jo, s'besoj. Skalpera ka pruj foto këtu, si nga to brisjet që presin. Ka pruj me foto. Shife? Nga këto që presin. Nga to brisjet që presin. Kështu që s'ka lidhje me as me dordolecat, as me kafë. E rëndësishme merrni këto gjëra të dyshimta, futni në ujë të knum, lejni 2-3 orë, pastaj digji. Sa të zhvilluar e kanë magjin më burë, ha? Kam një problem shumë të madh. Mamaja një miku tim është bërë shumë keq. Jetojmë në Itali, para pak kohësh në Shqipëri në një dasëm dhe qysh atëherë ajo ka një dhimbje të tmerrshme. Nuk dihet dhe nuk e kanë gjetur akoma në kësi. Rukje, do të ketë bona një në magji, çojeni, knojeni. A kam ndonjë sure për të hequr frikën se sa herë që fluturoj kam një siklet në trup, fobi. Këna ato duan e udhimit, sa ty vesh në avion, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta rabbu fis safar wal khalifatu fil ahl wa mal walad. Allahumma hawwin alayna sabran hadha. Këna duan e udhimit ta largon Allahu si me dorë. Stresit zero, mos e maj menin aty. Merri kokër gjumi, një typ në avion. Rasja gjumit dhe sa të qohesh. Në qovë se jam në udhtim dhe futëm në rekatin e parë me xhamat, a duhet i falë 2 apo 4? 4. Nëse falesh mas imamit venali, duhet i bësh 4. Nëse falesh mas imamit vendas, duhet i bësh 4 edhe pse ti je udhëtar. Në qovë se prek qenin me dorë, a duhet i bëjmë duart me dhe? Jo. Qëse e prek qenin me dorë, thjesht laj durët. Bërja me dhe është vetëm nëse qeni lpin enën e ndonjëri për jush. Nëse nëse dikush e prek qenin e kështu, thjesht la durët, s'ka që pas. Nëna do t'i japi tokë vajzës dhe kjo e ka mërzit shumë nusen. Nusja t'i fosi i tas lall. Mori një tas me lall, t'i hedhi pak krip, ta leja 2 orë në frigorifer, edhe sa herë t'i kujtohet që vjehra i ka dhonë gocës, t'pi lallët. Boj dush mujt ftohtë, e ne do të bëhet mirë, inshallah, avash avash. Çfarë më bë? Do shkoj për një vizitë në Itali dhe më specifikisht në Rom. A lejohet që të futem atje në përkisha kështu më? Lejohet, nuk ka probleme, pa, për kuriozitet.
nuk ka asnjë problemi. Dhe ne kemi thonë që ka diçka interesante. Ka diçka interesante se ti kupton dhe dallimin. Jo, më burun po them lejohet të thu del prej feje, si puna ati që thoi ta lejohet me votu. Kam gjetur diçka të çuditshme në garderobën ku mbajmë mrenshmet, pra të çuditshme. Futi djegme, vlla ka pur foton këtu ky. Futi djegme dhe jera atë, stresi 0. A është gjuna me vra një boll në shtëpi, por neve na u duk si gjarpër, por nuk e dim se çfarë ishte. Po boll, gjarpër, e rëndësishme, ka një mendim që thotë i thu 3 herë. Dil për hatër të Zotit, dil për hatër të Zotit, dil për hatër të Zotit. Nëse nuk lëviz prej venit, paf, ec, tjetri. Babai dëshiron të ndaj pasurinë me fëmijën, mirë po vllai i cili ndroi jetë, Zoti më shoh para 2 vitesh, la 2 vajza nga martesa e tij e parë dhe një djalë nga bashkëjetesa me një grua tjetër. Shumica familjarëve mendojnë se nuk ka pasur një 4 rregullt me këtë të dytën, prandaj edhe nuk ndjehen të obliguar për ta përfshirë djalin në ndarjen e pasurisë. Megjithatë ne besojmë se vllai ka jetuar me gruan e dytë dhe ka ndërprer kurorën me gruan e parë, sidomos duke pasur parasysh se ai jetonte në një vend perëndimor ku ligji nuk lejon mbajtjen e kurorës njëkohësisht. Disa thonë se ndoshta ka bërë nikan në xhami. Pavarësisht nga të gjitha këto, shumica familjarëve mendojnë se djali nuk do, po më valla, duhet përfitojë. Djali duhet përfitojë, s'ka lidhje. Për Bitcoin doja të pyesë thotë, është halal apo jo? Kemi thonë këtë gjë prej kohës që aplikim me kriptovalutën është halal, përveç se disa llojeve të tyre të cilat kanë në vetvete dhe skema kamate dhe interesi. Përndryshe lejohet, nuk ka asnjë problemi. Nëse dikush do detaj duhet pyesi me emër, kjo lloj kriptovalutë lejohet apo jo? Bitcoini është halal. Tani të tjera duhet me pyet për emrin se çdo njëra prej tyre ka gjykim special specifik. Kam një problem me ushqim, nuk më dhëmb askund. Kam probleme me ushqimin, nuk më dhëmb askund, vetëm marrëmendje. Kam kur haj bukë dhe patjetër mendja jem më thot me shku në tualet. Kam shku tek një hoxh, më ka thonë ke sihr. Mjekët më kanë thonë që je shumë mirë nga ana mjekësore. E tash desha me të pyet se kam pa një ëndër, e di që ëndrat nuk duhet tregohen. Po dikush i afër më tha i afërm tu na bë sihr tek shtëpia e prindërve. Desha të marr një shpjegim. Shko knohu tek një hoxh tamam, jo ke këto hoxhallarët që ta gjejnë kështu, një të pan sy thot ti ke kështu. Larg këty nëse këta janë nona. Këta janë si puna atij që thot 2.000 euro. 3.000 euro, 10.000 euro, si nana teologe, që të fikte derën. Që larg këty në njerëzë, shko këj hoxh tamam, gjej hoxh tamam, si mas Kuranit e Sunetit, knohu, maro historia. Kam gjetë nusk një astik të djalit, kishte edhe shkrimet të ndryshme, e kemi djeg, shumë mirë keni bo, e mos e mani menin aty, mirë keni bo, bravo. A është mirë me bo sevape për kafshët? Po, pejgamberi alayhis salam ka thënë, për çdo gjallëes që ti bën mirë, me shpërblim tek Allahu xhalla xhelaluhu. A është gjuna me vu një varse me plak, fotografi të vajzës time që ka ndruar jetë? Po, gjuna është. Nuk lejohet në Islam kjo gjë. Nuk lejohet, është gjuna i madh. Nuk lejohet kjo vepër.
kam blen një shtëpi, thot, i kam 3 fëmijë, burri më ka tranu. E po don divorc, jetoj në Luksemburg, e ka vetëm xhelozi. Presh jemi hynë shtëpi, s'don me na pa me sy. Në Kosovë mu ka kërcënu me armë se ja shite shtëpinë, ja të vras ty e fëmijët. Denoncoje në polici. Denoncoje. Ky njeri duhet denoncuar. Ose konsultohu me prindrit e tuaj dhe prindrit e tij që ta merrin dhe ta çonin tek një hoxh më uknu. Sepse në momentin që ka ndodhur problemi, sa janë futur shtëpi të re, do të thotë se ka diçka. E nëse nuk bën dobi, atëherë denoncoje. Më mirë në burg se sa me vujt. E ka gjetur djali im një zinxhir të dorës, një zinxhir ari të dorës, por nuk e dim kujt i ka ra. Aty ku është gjet, duhet vën një njoftim. Këtu është gjet një send i shtrenjtë, kujt i ka humbur të kontaktoj me këtë numër celulari. Dhe ky njoftimi do të rri aty 1 vit. Nëse nuk lajmërohet kush që me dhon cilësitë e gjës, siç e keni gjetë ju, atëherë bëhet halal për ju. Përndryshe, problem. Kush është ai që po komenton atje? Shive herë, shive. Shive herë, kush është ai Habibi atje? Cili është gjykimi i blerjes makinës nëpërmjet leasing? Varet se çfarë konditash, kushtesh, ka kontrata. Nuk mund të japim një përgjigje kështu. Po jo. Çfarë mendimi ke për një njeri hynor? Çfarë janë ata dhe si janë ata? Larg budallënjve. Larg budallënjve, se janë shtu shumë. Njeri hynor. Si thajtë, më thirrë menje, so rrotë. A kam gjuna nëse humbi domaca se janë bo shumë? Allahu ta lehtësoft. Ti mos i humb, po shpërndaj, bëj dhurat, bëj njoftim në Facebook ose në Instagram, thuj kam hotele të bukura për dhurat, ke për ta pas, mëna gjysmës orës ke për t'i kry. Mesazh i çuditshëm, po ta lexoj më vonë inshallah. Atëherë. Kam parë në ëndër, thot, ditën të bëhet natë. A ka ndonjë domethënie? E sakt fare. Sakt. Dita do të bëhet natë, s'ka ku të shkoj. S'ka ku të shkoj. Kjo është quhet ëndër e vërtet. Kjo quhet ëndër tamam, fiks. Nëse shkon haxha, duhet ndihmosh të tjerët nëse bien apo duhet vazhdosh? Si? Nëse shkon haxha, duhet të ndihmosh të tjerët nëse bien, si bien? Ku bien këta për shembull? Nëse rrëzohen atje në haxh, po ndihmoj normalisht, ti ndihmosh. Po nëse s'kam çfarë të bëj, thot, duhet me ecë si për tyne. Pa, inshallah, nëse. Po nëse na njoni aty ty i shkelsi për të ka përkome. E ke parasysh? Pa i zoti mua. Alhamdulillah. A mund të më thuash se në cilën sure ndalohet apo është haram bërja e tatuazheve? Po. Thot Allahu Jalla Jalalu në Kur'an, në surën Al-Hashr, o ma atakumur rasulu fakhudhuhu, o ma nahakum anhu fantahu. Çfarë t'i urdhëroi profeti sallallahu alajhi wasallam, bëjeni,
Dhe çfarë t'ju ndaloi prej saj ndalohuni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e ka mallkuar Zoti atë që e bën tatuazhin, atij që i bëhet tatuazhi, të dy janë të mallkuar. Kam dyshuar se mos kam bërë shirk pa vetdije. Nuk e dia kam bërë pa, por nga kap një frikë, pa stresit zero, por kam frikë se mos kam ra shirk pa dashje, pa dije. Stresit zero, larg fiksimeve, vezveseve. Bëj duan që në kam mësuar pejgamberi alayhis salam. O Allah, o Zot, më fal nëse bëj shirk duke e kuptuar dhe e ditur, dhe më fal nëse bëj shirk pa e kuptuar dhe pa e ditur. Maro historia. Na kanë thënë që hajmalin duhet me elshu në ujë të rrjedhshëm, apo duhet ta hapim apo duhet ta djegim. Jo me elshu në ujë të rrjedhshëm, jo, se ekziston kjo në Islam. Hidhen lum, hidhen det, jo, mund të jetë magji. Në momentin që të jap në ujë, e ke rujt sa të ekzistojë gjëja. Hapet në ujë të kënduar dhe digjet. Ose digjet. Kam një problem me gjumin, ditën më merr gjumi, por natën kur bin stras s'ka shans me hyrë në gjumë. Po normalisht si të flesh ditën. S'fle natën, është normale, nuk është në rast i çuditshëm ky. Mos flej ditën, bo xhihad me veten tate që mos flesh gjumë, sa të vijë atësia, ka dhe i formë tjetër që është ti merr abdes dhe boje niyetin. Do të fal 2 rekate pa pushim derisa të nxej gjumi. A kupton? Pra, s'po vje gjumi, s'ka ardhur, s'ka marr vizën akoma. Merr abdes, thuaj niyeti im tani është do të fal 2 rekat pa pushim derisa të vi gjumi. Ai tu vra kohën. Mos e vrit kohën, mbushe me adhurim. Ke për ta pasat bësh 2-shin, 4-ën, 6-ën, ka rrezik të nxej gjumin ndyshe. Po ti e ke problemin diku tjetër, ti e ke problemin se flet ditën o shpirti im, o zemra ime, ose di si jeton ti për shembull. Nëse flet ditën, ku ha, ku pi, kush t'jep me hongër me pi. Ej, zoti, më po ku më vjen mua gjitha pyetjet kështu. Ju kërkoj ndjes, se pas ta shtypin të shkruaj. Problemi im është ky, kam mush 39 vjeç dhe sa herë kam takuar ndonjë vajzë, mirë më ka shku. Deri në çastet e fundit ka ngec puna. A do thotë se mos kam magji? Ndoshta, e rëndësishme ti bëj rukja, por se rukja vetëm mirë bën, kënimi ke hoxha, vetëm mirë të bën, nuk dëmton. Kështu që bëj kënim, që po patë gjë, e kupton hoxha. Ku ta kuptojnë ke pyetje përgjigjet? Si ta kuptojnë? Se kuptoj dot. Shko ke shefi të futi rukje, të kënon, të skanon edhe thot, ke s'ke. A kam gjohë, thot. Ku ta di unë a ke gjohë apo jo? Emri Jara është me fe, vallaj nuk e di, varet nga kuptimi që ka. Nëse ka kuptim të mirë, lejohet. Nëse s'ka kuptim të mirë, nuk lejohet. Kupton të mi fjalë me thonë përgjigje për çdo emër mi fjalë? Shifë nga çfarë kuptimi ka, lexo, po jo në internet. Futu, lexo, ka kuptim të bukur të mirë, pra bëje. S'ka kuptim të mirë, mos e vendos. Desha të pyes për këto 3 emra, prap me 3 emra. A janë në fen tonë të bukur islame, hajër? Leart, Leu Arti. Art, Leu, okej. Jon, deti Jon, në rregull është. Tian, vallë ky Tian si emër japonez më duhet, kinez, nuk e di çfarë do të thotë. Ë? Çfarë do thotë?
A, se është? Çfarë? Është një film që ka emrin Titan. Kështu e ka emrin? Titan. Ke Titani është Tijani. Ky Tijani çfarë roli kishte? Do të keqen e çunë mirë besoj se ky emër Tijan mund të më të bërë 248 herë si emër. Do të ketë pas një rol shumë të mirë ky në film. A lejohet që të punon një bankë e cila punon në kamat? Jo, s'lejohet. Doja të pyesja për shahadetin, a duhet patjetër ta thuash me një hoxha, apo mund ta thuash edhe vetëm? Po, mund ta thuash edhe vetëm ose me dikë tjetër që ta thotë ty, nuk ka problem. E rëndësishme është me u bë musliman. Kjo është e rëndësishme. Si jemi me kohën? Ka ne pyetje këtu direkt, që mos lezojmë se ka pyetje të gjata këtu shumë. Hadithi 4 rekatëve të parë të ikindis është hasen, pra punohet me të. Dhe hadithi 2 rekatëve mas 2 rekatësh të drekës është i sakt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai një që fal 4 para dreke dhe 4 mas dreke, harramallahu alaihi an-nar. Allahu do të bëjë haram zjarrin e xhenemit. Hadithi është i sakt, Muslimi e transmeton. Hadithi është i sakt. Hoxhi nderuar thotë, jam një siklet, hajde ta shohim. Ne e dim thotë që xheneti është në këmbë të nënës. Rregull. Dhe e dim që gruaja fiton xhenetin me burrin, shumë mirë. Por se burri thotë pra si gjë nuk konsultohet me mua, çdo gjë e bën me nënën e vet. Ky është gabim. Ka gjëra që duhet marrë mendimin nënës, duhet më konsultuar me nënën, çdo gjë është okay. Po ka gjëra që kanë bën me fëmijët, kanë bën me mbarvajtjen e jetës, të nuk është kusht pyetet këta gjëra që ndoshta nëna dhe nuk e ka haberin gjës etj etj. Kështu që nuk bën kështu, nuk bën kështu. Ne me të vërtetë themi respekti ndaj prindit, nërimi i prindit, etj, por kjo nuk do të thotë që në çdo detaj edhe gruaja sikur më qenë kështu ambasador i një shteti të huaj në shtëpi, na ka ardhur kjo këtu. Jo më vëlla, ajo është pjesë e familjes, është pjesë, s'është normale kjo gjë. Jam një besimtar në 5 vakte me agjërim me të gjitha. Tani ka ardhur një rast, një djalë i cili është bektashi. A lejohet që të martohet me të? Po, inshallah lejohet. Thuaj që të futet tamam në fe dhe në besim, thot shahadetin, thot tauhidin, të largohet nga këto shirqet, të filloj namazin, lejohet, pse jo? Mashallah, shqyr Zotit. A është i vërtet ky hadithi? Pasha Allahu ndronë cilit është jeta ime, nëse nuk do të bëni mëkat, Allahu do t'ju zhdukte nga ekzistenca dhe do të zëvendësonte me njerëz që bëjnë mëkat dhe kërkojnë falje atij. Dhe Allahu do i falte. Po, është hadith i sakt, transmeton Imam Muslimi këtë hadith. Hadith i sakt, që do të thotë s'ka një që shpëton nga mëkatet. Është normale që robi të bëjë gjuna, por duhet më u pendu. Çfarë mendimi keni për punëtorët që marrin pushim mjekësor pa me qenë të smur? Jo, s'lejohet. S'lejohet, është mashtrim. Men ghashana falaysa minna. Ai që mashtron nuk është musliman i mirë. Se për fat keq thotë e bën shumë nga populli jon, thotë dhe shkojnë në përdzez në këtë kohë pushimesh në firma të tjera. Jo, absolutisht haram. Haram është gjinof. S'bën. Pas kemi qenë më vëllane si njerëz. Jam një djalë dhe shqyr Zotit, këto ditë jam bërë baba, mashallah, Zoti e bekoft. Thot, dhe po më thonë që për fëmijën duhet me i vu një krëher dhe pasqyrë dhe fije fshese poshtë jastikut. Dashkan me ta bo pastrus qytetit çunit.
Tash në ta bo nga këto të komunales. Ha? Na mytën budallëjt. Jo, vlla, jo, mos i ngjok këto muhabete fare. Vazhdo se je në rregull, me namaz je në rregull. E kam një vlla që nuk i ecën në marsia, qysh ditën kur është martu i kanë fërkuar një 5.000 lekësh dhe e kanë marrë mrapsh. Po, kjo mund të ketë ndodhur. Si çka ka ndodhur? Se kjo duket si prall. Kanë marrë 5.000 lekësh, ja kanë vënë ballë për shembull, e kanë fërku sa për t'i marrë djersën, edhe kanë bë magji me të. Nuk është prallë, kjo është qëndron fort kjo. Sepse në momentin që merret diçka nga trupi i njeriu, me atë pastaj bëhet Zot na ruaj. E rëndësishme, mirë është që ky rast të bëj rukje, të knohet. Të knohet se mund të ketë diçka. Si jemi me kohën? A mund ta lexojmë këtë pyetje si që ka bukur. Motra ime është në lidhje me një turk. Të dy kanë synime serioze për një martesë, por ne si familje shqiptare jemi të tronditur sepse donim që të kishim një dhëndër shqiptar. Staqe, me qeleshe. Ne jemi shumë të tronditur nga kjo gjë. Po që duhet ju, përderisa goca është në rregull, është e kënaqur, s'po martoheni ju më vlla, po martohet goca. Përderisa goca ka rënë dashni me turkun, e të përderisa është besimtar musliman, mos i pengoni më vlla, mos i pengoni. Jemi të tronditur ne. Shkoni, boni umre, në u del tronditja. Shifni atje afrikanë, shifni lloj race, lloj populli. Po, ka vajt kohë. Okej, ka në pyetje këtu kështu të freskët? Po, Habib. Kemi, ha. Kur rrezikohet jeta e njeriu, kur s'ka zgjidhje tjetër, është domosdoshmëri, ka tolerancë. Përndryshe nuk lejohet. Mirë vëllezër dhe motra, Zoti ju shpërbleft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Zoti ju nderoft.